pronësohet. Xhamia është shtëpia e Zotit, është vakëf dhe kur njëherë nuk pronësohet. Allah alaihi wasallam tha, kush është Sehli edhe kush është Suhejli? Tha, ja Rasulullah, janë dy vëllezër bineq, të cilët ju ka dek baba, janë jetim. Me dhonë, tha jo, tha, me hakin e jetimit nuk dërtohet xhamia. Ato shka e hajnë hakin e jetimit kanë shtinë në barkin e vetë zjarë. E ka sprovu Allahu që vllavi vetë me i dek, e ja kalon vllavi vetë jetimat, lum aj për shpirtin e vetë ta fitoje xhennetin dhe shoqërimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Abdullah ibn Mas'udi thot, gjithmonë o ti musliman, kur ta nish thirrjen e Allahut me fjalën ja eyyuhalladhina amanu, o ju besimtar, o ju që keni besu, thot fe azghi lehu sam'ak, thot qeli vesht mirë. Një vetën, o ju njerës, televizioni, interneti, telefoni, janë shkatrim për juve, shpëtoni vetën. Shpëtoni vetën me besimin e juve të fortë, shpëtoni vetën me sadaka, shpëtoni vetën me namaz, shpëtoni vetën me agjerim, shpëtoni vetën me haq, shpëtoni vetën me drejtësi, shpëtoni vetën duke mos manipulu, mos tradhtu, mos mashtru, shpëtoni vetën nga udha e gabume, shpëtoni vetën e juve. Përshëndetjen e banorëve të xhennetit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit Allahu xhaleshanu qofshin mbi ju. Jemi sot së bashku me lejen Allahu xhaleshanu wa xhelalu me ajetin 6 të surës Tahrim. Surja Tahrim është një sure që ka zbrit në periudhën kur pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ishte në Medine. Në periudhën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbaroi misionin e Mekës dhe me lejen e Zotit xhaleshanuhu wa xhelalu dhe me urdhin e tij u shpërngul nga Mekëja për në Medine. Kur erdhi në Medine, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur krejt vëllezërit e tij pejgamber më hershëm, misionar të Zotit prej Ademit alayhis salam deri te Resulullah, asnjë nga ata nuk e patën dert edhe gajle se ku kanë me flet. Nuk e patën dert edhe gajle se shka kanë me hangër, shka kanë me vesh. Punën e parë kishin të ndërtojnë besimin Allahu xhaleshanu wa xhelalu në shpirtrat e njerëzve, pastaj të zbatohet ai besim edhe ai adhurim që kërkohet barabar me besimin të zbatohet në jetë, në praktik. Punën e parë që e ndërtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e ndërtoi besimin te njerëzit, e ndërtoi xhamien. Vëllezër, dikush xhamien e sheh objekt. Objekt që mund pronësohet. Xhamia është shtëpia e Zotit, është vakëf dhe kur njëherë nuk pronësohet. Asnjëherë nuk bëhet e emja, e jotja, e atij. Është e Allahu xhaleshanu, na jemi vekilat e shtëpive të Zotit. E ai i cili kujdeset për shtëpijat e Allahu xhaleshanu, ai i cili i mirëmban, dëshmon besimin e vet. Allahu te baraka wa taala, vëllezër ka thonë, stozu billah bismillah, wa man yu'ammir masajid Allah, edhe ai i cili i mirëmban dhe i ndërton xhamiat Allahut, fa innaha min taqwa al-qulub, edhe ai e dëshmon se ka respekt, frikë në zemrën e vet ndaj Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kishte që këtë dert, e kishte që xhamia të ndërtohet fillimisht me takvallëk. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi. Tha edhe një xhami e cila ndërtohet mbi takvallëk, ndërtohet mbi frikë respekt ndaj Allahu xhaleshanu, është më meritor që të adhurohet Allahu në ta, sepse fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu
wallahu yuhibbul muttahirin. Sepse në ta gjindën besimtar që e dojnë pastërtin. Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallami erdhë me në nëzit për pastërtin, erdhë me në nëzit për pastërtin e shpirtit, pastaj për pastërtin e trupit. Edhe ajo nuk bëhet kabul në shtëpijat e Zotit, në qoftë se shtëpijat e Allahu xhalleshanu wa xhalla xhelalu nuk janë të pastërta. Shtëpia duhet mirëmbahet, ashtu si mirëmbahet shtëpia e personale, duhet mirëmbahet edhe shtëpia e Zotit dhul xhelal. Rasulullah këtë ta ndërtoi. Për atë arsye kur e mor vesh se ka ndru jetë ajo gruaja e cila e pastronte xhamien, e pyti ku është ajo gruaja që e fshike xhamien, thanë ja Rasulullah, ka ndru jetë, ka vdek. Tha po pse mëna nuk më keni të regu, dulluni ala qabriha, tha të regomni ku e ka vorin, shkoj t'ja fali gjenazën, sa jo është meritor që të shkoj unë t'ja fali gjenazën. Puna e kujdesjes xhamijave është punë privilegj prej Zotit xhaleshanu, dhe kjo ishte misioni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur erdh. Nuk shiri ku ka me jetu, nuk shiri ku ka me gjallnu, nuk shiri ku do stacionohet, nuk shiri se shka do haja po shka do veshe, i thiri sahabet tha mos e ngucni devën, duke qëndru në devën, tha mos e ngucni devën, mos e prekni devën, tha se innaha ma'mura, tha da'uha fa innaha ma'mura, tha shloni devën, tha se devja do hece, edhe Allahu e ka urdhnu edhe e ka mësu që të shkoje në vendin ku do të ndërtohet puna e pare jonë në Medinë. Dhe devja heci edhe arriti në një vend. Edhe ulati, tha toka e kujt është kjo? Tha kjo është toka e Sehlit edhe Suhejlit. Është toka e Sehlit edhe Suhejlit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush është Sehli edhe kush është Suhejli? Tha ja Rasulullah, janë dy vëllezër bineç, të cilët ju ka dek baba, janë jetim. Tha thirrni ato djemt tha këtu edhe kujdestar të ative. Kur erdhen ato djemt ati jetima, than urdhnoja Rasulullah, tha këtë tokë dojmë ta blem nga ju. Dojmë ta blem nga ju. Tha për shka ja Rasulullah, tha dojmë ta ndërtojmë xhamien mbi këtu. Dojmë ta ndërtojmë mbi këtë tokë, mbi këtë parcel xhamien. Than ja Rasulullah, nuk ka nevoj, tha me dhon pare, na dojmë me dhon. Tha jo, tha, me hakin e jetimit nuk ndërtohet xhamia. Subhanallah. Haki i jetimit është shumë punë e madhe. Ato shka e hajnë hakin e jetimit kanë shtinë në barkin e vetë zjarë. Ato shka e shkelin jetimin e kanë shkel vetë vetën, se hakin e jetimit e merë Allahu gjelle gjelalu. Për që të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu l'jetimi ka hatejni fil gjenne. Tha une edhe tha, a i cili kujdeset për jetimin, tha do t'jemi që kështu si kur këto digishta bashk në gjennet. A i cili e ka sprovu Allahu që vllavi vet me i dek, e ja kalon vllavi vet jetimat, lum aj për shpirtin e vet ta fitoje gjennetin dhe shoqërimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjennet. E bleti tokën dhe ndërtoi xhamien dhe filloi etapa e ditë e Rasulullahit sallallahu ta'ala alaihi wasallami në Medinë. Dhe kësa i thojnë pjesa e dytë e misionit Rasulullahit alaihi salatu wasalam, dhe këtu fillojnë ajetet e sheriatit, këtu fillojnë rregullat, dispozitat e hakit, që do me thonë që gjdo njeri pre asaj dite ka fillu në kohën e pejgamberit alaihi salatu wasalam ti mësoje rregullat e halalit edhe haramit. Dhe zbret kjo sure në periudhën e dytë të Rasulullahit alaihi salatu wasalam në misionin e vetë. Kjo sure ka emrin Suretut Tahrim, surja e ndalesave, surja që Allahu i ka bën disa punë të ndalume. Në mesin e ative ndalumeve, Allahu e dërgon që këtë ajet që unë e lexova para jush, i drejtohet Allahu apostafat vetëm për muslimanët, vetëm atyre të cilët e kanë besu Allahun një, vetëm atyre të cilët ju kanë dorëzuar
me trup e me shpirt e me zemër Allahu Dhul Gjelal. Allahu i thret. Tha ja ejuhalladhina amenu. O ju të cilët keni besu. O ju të cilët keni thonë se jeni musliman. O ju të cilët e keni pranu si për kushtetut Kurani Kerimin. O ju të cilët e keni pranue si udhërëfyjes Muhammedin a.s. O ju të cilët e keni pranu që ta vendosni balin në sejdë veç për Allahun Gjelle Gjelalu. O ju të cilët keni vendos për me shkue në xhennet, dëgjoni nise. Çka po thot Allahu Dhul Gjelal? Abdullah ibn Mesudi thot gjithmonë o ti musliman, kur ta nish thirrjen e Allahut me fjalën ja ejuhalladhina amenu, o ju besimtar, o ju që keni besu, thot fe azghi lehu sam'ak, thot qeli vesht mirë. Pse o Abdullah ibn Mesud? Thot se janë 3 sende. Çka janë 3 sende? E para, Allahu don diçka nga ti e ti dush ta bësh. Turnon me diçka e ti dush me zbatu. E dita, tha, ose Allahu komet ndalu prej sendit që mu nalë. Është një ndales, është një haram, është një gjuna, është një punë shëmtume, duhesh ta ndalish. Tha e treta, është një send që e ka pregadit Allahu për ti, e ti mos e pyet. Pranoj ashtu si është, se ka shpërblime shumëta që i kalon Allahu të mlume, nuk i ka shpalos. Andaj kur ta nish fjalën edhe në namaz, edhe në për ligjerata, edhe në për derse, fjalën ja ejuhalladhina amenu, o ju besimtar, dije se që këto 3 sende janë, për qatë të Abdullah ibn Mesudi, qeli vesht mirë dhe ndëgjo mirë, se ka e mirë, në 3 raste senet mira për ti. Tha, ku anfusakum. Tha, shpëtoni vetën e juve. Subhanallah. Allahu po na ban me dije në këtë dunja, po na thot shpëtoni vetën, o ju njerëz, mos ma lini fajin nesër mu me thonë Allah i kish vendos kështu, Allah i kish pru vendim kështu. Jo, këtë punë unë jau kum loni juve, këtë punë jau kum bo havale, jau kum dorzu juve, andaj në dorën e juve është ka kini me bo. Tha shpëtoni vetën e juve, çdo njoni duhet të shpëton këtë dunjo vetën e vetë. Sikur që kur e she, tu ecë për u dhe se është një grop, një fatkeqësi është bo, u ka qenë një grop e këtët komunave nuk e mbulojnë, se para votimeve kishin shumë prentime, e sot e kishin postu se komunat me 0 budget për planet që do t'i realizojnë, Allah i udhëzoft inshallah. E kur e sheti një grop, mos hin grop. Mos hin grop, se e thënë komën, mundet me pas dishka që është në rizik për jetën tënde, për shëndetin tënd. Njeriu i mëshëm, shka ban? E largon veturën, e largon vet ai udhën, e ndron pozicionin, e kthen, apo ban dishka shka do ta shpëtoje vetën. Pa është e logjikshme kur e shetin një grop, të futesh në atë grop ti nuk e di se shka ka, nuk e di se si do të vazhdoje, e thën komën, e thën diçka nga trupi, lëndohesh nga trupi, a është e logjikshme? Njerëzit e mençëm kanë me thonë, nuk është e logjikshme. Çka duhet me mu? Duhet me shpëtu vetën. E se të ka sulmu një kafshë egër, duhesh me hik me shpëtu vetën. Nuk është azganllëk, edhe nuk është trimnie me fug vetën në shkatrim. Allahu tha, wala tulku bi ejdikum ila tehluke, edhe mos e gjujni vetën e vetë në tehlyke. Tehlyke është, çka është ajo? Dhe me thonë në rizik, që të rizikohet jeta jote. Duhesh ta tejkalosh edhe ta shpëtojsh vetën. Qoftë ajo prej sendeve që shifën që janë rrezik, apo prej sendeve që pritën me pas rrezik. Tha shpëtoni vetën. Në këtë dunja e shpëton vetën në ahiret. Si ku anfusakum, shpëtoni vetën prej udhës së shejtanit. Shpëtoni vetën nga kurtha e shejtanit. Shpëtoni vetën nga fitnja dhe fesati. Shpëtoni vetën nga ndalesat e Allahut. Shpëtoni vetën mos ju zoje melekul mauti, mos jeni të përgatitëm për
rizikin që ka jo pret. Shpëtoni vetën me besimin e juve të fort. Shpëtoni vetën me sadaka. Shpëtoni vetën me namaz. Shpëtoni vetën me agjerim. Shpëtoni vetën me haq. Shpëtoni vetën me drejtësi. Shpëtoni vetën duke mos manipulu, mos traftu, mos mashtru. Shpëtoni vetën nga udha e gabume. E kini pa dhe njerë tu hec, del para juve një tabele dhe thot, mos shko kësaj udhës është qorsokak, s'ka dalje. Shka ban njëri menqu me këthen kerin edhe vazhdo, se s'ka dalje atje. Unë e quditem me disa njerëzit të cilët Allahu me krejt pejgamberet, 124.000 që i dime që si dim pejgamber, në thot neve se gabim mëre është një udhë, e ka emnin Big Brother, gabim mëre është ajo, po ka dal njëna me shami, po shejtan bre është ajo, ajo nuk du të me pas as i gbale, as hama me shejtane, gabim është mëre me elone vladin me këshir, gabim o veti me këshir, gabim është me shku mas asaj udhe, se është e servume për në xhehenem, ajo është qorsokak, mos shko mas asaj servimi që të shkatron tije në aspektin moral, që të shkatron tije në aspektin shoqëror, që të shkatron në aspektin e turpit dhe marës, që s'le tije shoqëri. E kanë shkrujt me fjalë të mëdhaja, pas kanë bon studios zina. Pun të modhe, kur u bobe të shqiptarët krenari me bo zina para njerëzve, kur u bo krenari me pas kontakt intim buri me grujen para kamerave, kur u bo krenari ajo që na ta veshim petkën e dikuj që na ka servu që e ka fukaj për veti, e ka fuk Evropa, e ka fuk Amerika, e ka fuk ketë perëndimi, hec ju shqiptarët veshni. La ilaha illallah. Shpëtoni vetën o ju njerëz. Televizioni, interneti, telefoni, janë shkatrim për juve, shpëtoni vetën. Shpëtoni vetën nga servimet e strukturave dhe rrymave anti-islame, po leje që këtë anti-islame, anti-shqiptare, anti-morale, anti-familjare, po shka të taj, gje nuk pudh bur me bur, apo? Qatë po e dojnë ato, shpëtoj e djalin tanë. Allahu nuk unal që këtu, tha, ku anfusekum wa ahlikum nara, tha shpëtoni vetën e juve dhe familjen e juve, shpëtoni o vlezër, o musliman, o besimtar, nga servimet e huja, shpëtoni prej kësaj dunjaje, para se të vere dunjaja tjetër, para se të vere vdekja, para se të të ngushtoje vari, para se të dalish para të modhit Allah të të marrën pyetje, para se të shofsh xhenemin, para se të të marrsh lakmi xhenetin, para se të shofsh se si njerëzi e kalojnë siratin e dikush po be poshtë, shpëtoje vetën dhe familjen tande. Shpëtoje vladin, se në vladin tanë o shpëtimi jotë. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyeti. Gjdo njoni nga ju, tha Muhammedi a.s. është çoban, bari, dhe gjdo njoni prej juve është përgjegjës për tufën e vetë, për familjen e vetë. Ar-rajulu ra'in fi ahli beiti wa mas'ulun an ra'iyeti. Njeriu tha është çoban i familjes vet dhe do ta pyet Allahu për evladët, për familjen e vet. Çdo njuni prej juve është përgjegjës të shtëpia vet. Kujdes se çka i lejon evladit me këshill. Kujdes çka i lejon me shku. Kujdes çka i lejon me vesh. Kujdes çka i lejon me hangër. Kujdes çka i lejon me ndëgju. Kujdes se kush e edukon. Kujdes te kush e pregadit, te kush e shkollon. Kujdes që Allahu xhalleshanuhu të na shpëton neve dhe familjen. Kur të Allahu ta shofe se na e shpëtojmë vetën nga rruga e shejtanit dhe servimet e lojave të shejtanit për neve dhe familjar ton, Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelalu na shpëton nga zjarmi i xhenemit. Tha ku anfusakum wa ahlikum nara. Shpëtoni vetën, tha familjen e juve nga zjarmi i xhenemit. Waquduha an-nasu wal hijara. Tha sepse xhenemi dezet me njerëzi
edhe me gur vëllezër, me gur, qish more o gjo gur, po, Allahu ditën e kiametit i fu gurzit në xhenem dhe gurzit shkrijen edhe bëhet lëndjegës i zjarmit për ta shtuar nxehtësinë e zjarit. Keni shku në për restorane, keni shku në për vende ku pregaditin ushqim. Tash moda e re shka bojnë e qesin një gur në zjarë. Edhe ai guri ri, pastaj e qesin gurin, ta bin në tavolinë dhe thojnë pjek e mishin vetë. Pse? Se guri e pjek mishin. Kur ta nxeje Allahu gurin ditën e kiametit, ta gjun trupin tan, ta djeg trupin tan mbi gur e merr vesh se si kana lënë djegës, se ka dhe dikush ka din të filozofoje në këtë drejtim, ka dhe dikush ka din të komentoje në këtë drejtim. Allahu nuk tha komentoni, Allahu nuk tha filozofoni, Allahu tha shpëtoni. Tha waquduha an-nasu wal hijara, njerëzit edhe gurzit kanë me ashtu temperaturën edhe forcën e zjarit, alejha melaike. Tha edhe ati than bikqyrës janë melaqet e Allahit. Çfarë melaqe? Ato të rahmetit, but, që kësilën mirë, jo. Melaiketun ghiladh, tha janë shumë të sert. Ghiladhun shidat, janë shumë të ashpër. La ya'sun Allah ma amarahum. Kur se kanë kundërshtu, as që e kundërshtojnë, as që do të kundërshtojnë Allahun. La ya'sun Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Edhe ato e qojnë në vend urdhrin Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalalu. Allahu shka t'ju thoje, çat e bojnë. Thotë mbyllni xhenemin. Ankon ja Rabbi për ujë, epni thot ujë xhenemit. Ujë lëng i djegës i xhenemit. Kur ta pije, Kurani thot, kur ta pije, shpërthejnë zort të poshtë. Që ajo është pija. Po haja, ale shajaratu zakum, ka annaha ru'usu shayatin. Thot është një pemë në xhenem. Subhanallah, një pemë, një drum xhenem, s'ka gjefe. Veç druni është pi zjarmit. Thot e ka vazhdimisht gjek, vazhdimisht që të zarmë në degat e asaj peme, gjindën thot do fryte që janë kryte shejtanëve. Subhanallah, e shtin njeri thot në goj kryen e shejtanit, ajo ja shkoq zort, i e bëdhimbje, a mune paramendoni me thik me e prej dorën tonë, a mune paramendoni me naj dishka shka është e sert, ta shponi trupin, që ashtu thot thera ka, e shpon trupin, e gjek, e shkrumon, i e bëdhim, që ajo është ushqimi xhehenemit. Allah thot mbyll janë i grikën, me vjet dalin tërma, tu kap, e tu hip, e tu zavit, e tu kre zhak, kur të vina gjenal, melek e shtin të poshtë, 70 vet me krije të poshtë me ra. La ilaha illallah. Shpëtoni, tha Allahu pi që kësaj. Shpëtoni, shka ban njeri, munohët të në vitin, ti daje do pare, që kur të verën zeti verës, me hik pi temperaturës, me shku pak në pushim, dikun ku o flat, me shpëtu. Para me ndoni ki dil, ditën e kiametit, Allahu e merë, dilin edhe hanën, me temperaturën e veç ka i ka, ishtin xhenem. Për me shtu dhimbjen e xhenemlive, shpëtoni tha piksaj. Si, shkoni udhës teme, shkoni udhës Zotit, shkoni udhës Kur'anit, mos i ban kërkuj dam, mos meno për kërkuj keq, muno me bo mirë. Shko udhës Zotit, lutë Allahun, adhuroje Zotin, lexoje Kur'anin, maju mas vijave të Allahut që i ka vizatu, ki me kon inshallah prej shpëtumve. Kur erdh ki ajet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta bëjmë të qartë xhamat për neve, se dikush dënjëherë ja merr menja, ja ha menja se unë e di kush jam unë kështu jam. Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe dalën në xhami në mihrab edhe dhe thoje e sefte, ka me thonë ja Fatime. Oj Fatime, e vetëmja që i ka met për familjes vetë. Tha enqidhi nefseki minen nar, tha shpëtoje vetën nga zjarmi xhenemit. Fa inni wallahi la ugni anki min Allahi shay'a. Tha shpëtoj oj bi, ban pun të mira, hik tha pi haramit, shko ka halali, muno ta knoqish Allahun. Tha se në ditën e kiametit baba jot unë, tha së të një moj kur gjon. Tha ja alu Muhammed, oj familja Muhammedit, mi gjallar, gjëmt mi gjës kushëri, e nipas të nipas e dikush tot, e dikush i nana.
tha anqidhu anfusakum minan nar, tha shpëtoni vetën nga zjarmi i xhenemit, fa inni la ughni ankum min Allahi shay'a, sepse unë s'më më jeni mua, pse ju kam kushëri e familje. Dikush menon se unë e kushëri dhe ai jo, me të njofshëm të Allahi nuk ka. Pastaj ju drejtu tha ja ejuhan nas, o ju njerëz, anqidhu anfusakum minan nar, tha shpëtoni vetën nga zjarmi i xhenemit, fa inni la ughni ankum min Allahi shay'a, se unë nuk më ju nimu ditën e kiametit. Obligim i çdo njërit prej juve, o vëllezër, ta ruaje familjen e vet, ta ruaje shtëpinë e vet nga zjarmi i xhenemit. Kujdese çka po na servohet. Nuk mos thuj habe se është e re, habe se është i ri, s'ka lidhe, telefon, 2 minuta ka këshir, 2 minuta ta shkatrojnë jetën, 2 minuta ta prishin harmonien, 2 minuta ta merë Allahu xhenem djalin parasive tua, se bile edhe ti jetë men në përgjithësi pse e kilon. Për atë arsye, përgjithësie madhe, o vëllezër, përgjithësie madhe e jonë ndaj familjeve tona, edhe ndaj vetvetes tonë, të kemi kujdese çka po pranojmë, të kemi kujdes çka po këshirim, të kemi kujdes çka po ndëgjojmë. Kjo jetë është e shkurt, kjo një ditë ka mu përfundu, jetë vetëm dhimbja e gjunahit, knatësia është 2 minuta, pastaj përfundon, dërsa dhimbja e gjunahit jetë me ti, derisa ta takojsh Allahun xhaleshanu. Ne lusim Allahun rinien tonë në Islam ta udhëzon. Ne lusim Allahun xhaleshanu pleqve tonë t'i jep ymër gjatë, shëndet të plot. Të smundit në për spitale, Zoti t'i shëron. Të burgosurit pa fajshëm, Zoti t'i liron. Të idhrumt me zvete t'i pajton. Ata të cilët kanë hije dhe janë zhyt në borxhe, në kredite, në telashe të kësaj dynjaje, Allahu nga këto telashe t'i shpëton. Jannatul Firdausin nasib na i ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatiha.